Ministra për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali u prit mëngjesin e sotëm në Zagreb nga presidenti i Kroacisë Zoran Milanović. Në qendër të takimeve dypalësh ishte perspektiva europiane e Shqipërisë dhe mbështetja që Kroacia vijon t'i ofrojë Tiranës në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Gjatë bisedës Spiropali shprehu mirënjohjen për mbështetjen politike dhe teknike që Kroacia ka ofruar ndër vite, duke theksuar se përvoja kroate në procesin e adherimit në Bashkimin Evropian mbetet një shembull i rëndësishëm për Shqipërinë. Sipas saj, reformat e thella dhe diplomacia aktive kanë sjellë rezultate konkrete për Zagrebin dhe Shqipëria synon të ndjekë të njëjtin model për të përfunduar me sukses negociatat. Presidenti Milanović vlerësoi përparimin e bërë nga Shqipëria, duke përmendur rolin e saj për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Ai theksoi se partneriteti mes dy vendeve është forcuar ndjeshëm, sidomos në fushën e sigurisë së përbashkët dhe bashkëpunimit euroatlantik. Nder dhe kënaqësi pritja nga presidenti i Republikës së Kroacisë Zoran Milanović për integrimin e shpejtë dhe të merituar të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për sigurinë e përbashkët dhe për vlerat që bëjnë marrëdhënien tonë pikë referimi në të gjithë rajonin, shkroi më pas Spiropali në një reagim publik. Takimi në Zagreb shihet si një nxitje e re politike në prag të fazave vendimtare të procesit të negociatave, teksa Kroacia mbetet ndër mbështetëset më të forta të anëtarësimit të Shqipërisë në BE.